Ministria e Financave dhe të Transfereve, kemi propozimin edhe për rritjen e pagës minimale, rritje kjo e cila do të ndikojë rreth 150.000 të punësuar. Ashtu siç u kam premtuar, sot ka lajme të mira edhe për pensionistët, sepse pensioni minimal nga 120 euro do të bëhet 150 euro. Duke filluar nga muaji nëntor i cili fillon nesër. Kjo rritje prek rreth 200.000 pensionistë në kategoritë e pensioneve bazike, ato për persona pa aftësi të kufizuara, për të rritur, por edhe për fëmijë, pensionin familjar, si dhe pensionin invalidor të tërës. E siç e dini, kam premtuar se do të ketë lajm të mirë edhe për nënat që marrin shtesa të fëmijëve. Nga muaji nëntor, shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, e që janë rreth 400.000, do të rriten për 50%. Pra, një nën me 2 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 20 euro, nga muaji i ardhshëm do t'i marrë 60 euro. Një nën me 4 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 120 euro, nga muaji nëntor do të marrë 180 euro në muaj e kështu me radhë. Pra, sigur se çdo herë, shumë lajme të mira për të gjithë. E me që tash kemi edhe kuvend të konstituuar, sot në këtë mbledhje do ta miratojmë edhe dërgimin në kuvend të buxheteve të vitit 2025 për komunat Prishtinë, Gjelan dhe Zubin Potok, në mënyrë që kuvendi të bëjë pjesë të ligjit për ndarjen buxhetore për vitin 2025 dhe që këto komuna të kenë mundësinë të shfrytëzojnë buxhetin e si vjen, sepse aktualisht ende janë duke operuar me buxhet të vitit 2024 dhe kjo ka sjellë vështirësi të shumta për to. Në rreth të ditës e kemi një vendim të rëndësishëm për skenën e pavarur në veçantë, miratimin e rregullores mbi kriteret, standardet dhe procedurat e mbështetjes publike financiare për skenën e pavarur kulturore. E hartuar në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin artistik kulturor, ajo paraqet themelin e reformës sonë kulturë për skenën e pavarur. Rregulloria të cilën artistët mezi po e presin, e ul dukshëm burokracinë dhe lehtëson aplikimin në thirrjet e hapura të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe hap rrugë për digitalizimin e gjithë procesit të aplikimit, sepse të vetmi gjë që artistët ja vlen të presin është inspirim. Ju faleminderit të gjithëve, e tash